Atëherë më lejoni që në emën të grupit tonë parlamentar të shprehim keqardhje që edhe sot pas përpjekjes së radhës nuk kemi rezultat në zhbllokimin e gjendjes. Ajo që mund të themi ne është që ne si grup parlamentar, koalicion vetëvendosje Guxo dhe Alternativa, në vazhdimsi jemi duke bërë përpjekje për zhbllokimin e kësaj gjendje ose kësaj situate dhe rrjedhimisht jemi duke kryer detyrimet tona ligjore dhe kushtetuese duke marrë pjesë në seancë, po jo vetëm duke marrë pjesë në seancë, por edhe duke marrë pjesë në proces të votimit, ashtu siç është e përcaktuar me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2014. Nikosisht është shumë e rëndësishme, vetëm ta përfundoj, nikosisht është shumë e rëndësishme të potencohet që meqense ka sot një përfolje të vazhdueshme rreth emrit, ne ende nuk kemi ardhur deri tek propozimi i emrit. Ajo që na duhet prej një numrit konsiderueshëm të seancave, përpjekja jonë është e vazhdueshme është që ne ta kemi një proces të votimit të fshet në të cilën edhe nikosisht edhe kjo si temë është e përcaktuar në aktgjykimin e gjykatës kushtetuese për shkak se ato thuhet që votimi mund të jetë i hapur, por mund të jetë edhe i fshehtë. Ne kemi vlerësuar që vullneti i një mend dhe ndërgjegja që mund të thirrët secili deputet edhe individualisht mundet me kontribu në proces të zhbllokimit të situatës edhe konstituimit kuvendit dhe futjes në afate ligjore dhe kushtetuese për mandatarin e qeverisë. Zotëveci, do thotë që vazhdimisht jeni duke bërë përpjekje për me zhblloku situatën. Cilat janë këto përpjekje kur sot është e shtota herë që vazhdohet me rendin e njëjtë të ditës në cilin në fakt nuk marrin pjesë partitë opozitore dhe duhet me përmend që ky rend i ditës është statutesh me kryesuesit dhe nuk ka qenë rrjedhoj e takimit që është mbajtur me kryetarët e partive politike kur është statuar rendi i ditës sipas rregullores kuvendit që i parashet veç 4 pika dhe jo futje në rend të ditës në mes procesit votimin e fshehtë. Pra, cilat janë këto përpjekjet e juaja që po thoni jeni të bën vazhdimisht? Tash nuk e di sa je ndjekse zhvillimeve, po nuk po ma krijon atë përshtypje për shkak se ne kemi bërë gjitha përpjekjet. E para, pikat e rendit ditës që janë përcaktuar në mbledhjen e të cilën ti po i referuesh nga kryetari paraprak i kuvendit zoti Glauko Njufca, mes tjerash e ka edhe përveç verifikimit të mandateve zgjedhjen e kryetarit të kuvendit. Do thotë ajo është si pikë e rendit ditës, përveç se ka ndryshuar modaliteti prej një votimi të hapur në votim të fshehtë. Që kjo është e njëjta pikë e rendit ditës. Ndërsa sa përket çështjes së përpjekjeve, momenti kur kryeministri në detyrë Albin Kurti ka ftuar partitë politike opozitare për të marrë pjesë në një diskutim, këtë rast ftesa ka qenë për Partinë Demokratike të Kosovës që e ka pranuar ftesën dhe për Lidhjen Demokratike të Kosovës që e ka refuzuar ftesën dhe ka deklaruar që institucioneve dhe Kosovës i duhet një marrëveshje politike. Ky takim ka pas për synim arritjen e një marrëveshje për dakordimin për konstituimin e kuvendit edhe zgjedhjen e kryetarit dhe nënkryetarëve të kuvendit nga shumica shqiptare. Ky takim, do thotë dihet epilogu, ka marrë pjesë kryetari i PDK-s, jo i LDK-s. Meqense LDK-ja kanë qenë kategorik se vendit i duhet një marrëveshje politike për me dalë prej kësaj situate, atëherë kryeministri në detyrë, kryetari i lëvizjes vetëvendosje, edhe bartësi i koalicionit vetëvendosje Guxo dhe Alternativa i ka dërguar një ofertë Lidhjes Demokratike të Kosovës për bashkëpunim edhe bashkëqeverisje. Nëse këto dy veprime, edhe ftesa për dalë nga gjendja për të me zgjedhur kryetarin e kuvendit edhe nënkryetar, edhe ftesa për koalicion që është drejtuar LDK-s, ti konsideroni që nuk janë veprime të ndërmarra, atëherë nuk di se ku me gjetë fjalor për me të binë ty dhe ata bashkë me dimtarë sikur jo që ne nuk kemi ndërmarrë asnjë veprim. Urdhani? Unë nuk mund me fol për pritshmëritë, për shkak se e curia varet nga niveli i diskutimeve, nga dëshmëria për me thirr arsyes edhe për me dalë prej kësaj gjendje, nuk mund me prejudikua as paragjykues se cili do të jetë epilogu. Uroj e shpresoj që do thotë nga ato të dilet mbi ndonjë propozim që është rrugëzgjidhja. E propozimet do thotë mas të madhe dijen se cilat janë ato, ndjekja e rrugëve ligjore dhe kushtetuese. Urnëne?
Po, unë menoj që, sikur se kam thonë në vazhdimsi, emri e Albulena Haxhiut nuk është problemi. Menoj që jemi duke hinë hak edhe si shoqëni, duke e targetu dhe duke ja vendos barrën e përgjegjësisë Albulena Haxhiut se s'po kemi kuvend të konstituar. E drejta e kemi thonë në vazhdimsi, ekskluzivisht i takon lëvizjes vetë vendose për emrin që e përcakton. Nuk mundet dikush një të drejtë që ta ka dhuru qytetari edhe gjykimi gjykatës kushtetuese që dikush nga partitë opozitare që janë humbs të mëdhenj të zgjedhjeve më ardhë me ta përcaktuar se kush është emri i përveçshëm. Se në këtë logjik, atëherë duhet që ne me përcaktuar se kush duhet me qenë kandidati i pranueshëm nesër për lëvizjen vetëvendosje nga radhët e PDK-s e LDK-s për nënkryetar të kuvendit. Po tash mbetet e curia se që zhvillohet ato tema, nuk po du me paragjyku, po unë nuk mendoj për përsëris edhe një herë, emri i Albulena Haxhiut nuk është shkaktar i blokadës institucionale. Vetëvendosje më me propozu pamendime për parlamentarë se parti e parë nëse arrin koalicion me ta. Tash, unë ne vazhdimisht po e themi që vetëvendosje i takon propozimi. Edhe në kaluarën, kur ka dalë partia e parë, ka propozu edhe emrat e tjerë, po në këtë rast nuk ka ndonjë indikacion të tillë që mundet me ndodhë. Po tani për tani, ajo që është shumë rëndësishme më potencu është që ende nuk kemi shku tek emri i përveçshëm se kush është kandidati. Tash kjo çështje hipotetike për besë është vështirë në kuptimin me dhënë përgjigje se cilat janë pritshmëritë e deputetëve ose kryetarëve të partive për partneritetin edhe kush se ku është pozicionin ose mundësinë për më dhënë kontributin. A ka ndonjë pyetje tjetër? Faleminderit shumë gjithë.